me marrë iniciativat, me bo përpjekje për me i zgjidh. Përpjekje me bo, po thëtë ky. Po dhe? Me kënë konstruktive, jo me bloku. Jo me bloku, është të qartë, thëtë, nuk partia, po nuk do me bloku, po duhet... Detyrosh me bo. Po dhe? S'ka lidhja ki propozu, kone ki propozu. Duesh me bo, me kompromis, me bashkëpunim, a që e ki të drejtë e propozimit e ki. Këtu është tani problemi, sa ta jo që po janë, ata janë ndërgjeqëm, po janë përskeqin ndërgjeqëm. Absolutisht, tash une po flasë në basë qasaj që mujtë me pa, edhe që mujtë me dëgju, se akë gjykimi bëgi i gatë edhe se lezum dheri në fund. Po kjo po konstatën, do më thonë që i takon edhe njëherë partisë parë mës me bloku, gjatë cilin e ka bo deri shtash zoti Kurti edhe vendosja. Vendosja ka bloku procesin, përshka se e ka pasë ndorë me zhidhë problemin. Ka mujtë me nru kandidatin, që është ajo me njëra konstruktive, që ti takosh me parti tjera, flet me ta, konsultosh me ta, e gjeni zgjidhje dhe ecë përpara procesi. Në fakt që shtu ke një farë, mund do këmu, unë për interpretaj tash ashtu që shmujta me lezuane. Shta e kom gabim. Gjatë që nuk e ka po levizja vetë vendosit i tash, që në fakt i bjen prap levizjes vetë vendosit, tash me qenë pak ma konstruktive, nesër zoti Kurti me shkumi taku shefat e grupe parlamentare, kryetarët e partive politike që janë në kuvend, edhe me gjithë një zgjidhje. Që shtu po e detyron që kjo akt gjykim, dhe gjykata kushtetuse. Oke, po këtu janë dy pika, dy opcione po dalin. Prandaj takon prap zotit Kurti me marrë iniciativen, e në basë pyne reagimeve që pishovë në asë qyshë në start, po shijet që ka me pas prap të lashe, ka me pas probleme, tash nëse mas 30 dite nuk bëhet, nëse është vepër penale që është dhe zoti Hoda që ke edhe... Ajo është pak interpretuese më shumë... Po, me ditë dhe kuresht jam, a eksiston shkelja kushtetutës... Mo kanë imunitet deputetet? Po, ja, nuk kanë imunitet dhe sene, jo, nuk kanë shkelja me ligjit. Brenda mandatit edhe... Brenda mandatit janë për të votuar. Jo, nuk kanë. Jo, imunitet kanë alel veç për deklarimet që i bojnë kuvend. Jo, brenda mandatit ti nuk ligjet për fjallë që i flosin. Për fjallë, veç për fjallë. Për ligjet që i për vepër penale, po. Për veprimet që dëmojnë. Se bojnë vepër penale, po, për ato jo. Amo për vepër penale, po. Po tash blerim që është pyetje ti më thoshe jo. Po, jo, nuk thash, po, në logjikën unë e pranoj. Para emisionit tha, po e kesh përdor pak tani. Para emisionit tha, unë po e kesh përdori. Po e kesh përdorimin nuk me bëjt kesh. Nuk thash pyetje zbanë. Jo se tha kushtetuta, tha e regullon atë çështje. Po nuk e regullon kushtetuta. Është nënkuptueshme. Po s'është nënkuptueshme. Fryma kushtetuse. Si shka bëjnë këta deputetet pastaj me këtë nënkuptueshme? Këta deputetet pa komi... bëjnë sipas qefit vetë. Këta deputetet fatkeqësisht, kështu që që ka nis, këta domethënë dënimin më të madh. Është mos më javon votën. Ajo është çështje pastaj. Ajo është interpretimi. Po pikërisht. Prandaj ideja është e bashkëpunimit edhe respektimit edhe jetësimit mandatit, jo bllokimit. Prandaj është që kjo ideja që gjykatën kushtetuese si strukturë veçantë, jo e rregullt juridike, si gardian i kushtetutës, ajo nuk e ka rolin me na mojt ders intelektual mbi aftësitë edhe çysh ka rregulluar Rumunia dhe Spanja. Konstituimi, po me thonë, a ki po mirë, a ki po keq, edhe shkat gjonë në që se vazhdon me qëtë gabim. Mentori le da rikapitulon pas të Fatimi... Po, por me përmbledh është pushijet që ka paqartësi edhe kalon mundësi interpretimer që tash për një mujdet kemi, kjo unë mendoj që kam stër interpretu prej loj ekspertash edhe deputet, analizave, edhe në fund me mas 30 ditës besoj që kemi pas në i farë zhidhe për këtë punë. E çka ndodh, nuk e di. Është ky epilogu që mund të jetë? Në fakt me reagimet e sot me më shumë pat punë për politikanë se sa për analistë, sepse gjithë reaguan në kohë reale për... Duket që është e vërtetë kjo çfarë thotë. Do me thënë edhe secili nuk se dia kanë lexuar, apo secili ka shkruar ato që i ka pas në bindje paraprakisht veç e ka marrë mundin edhe një herë me i shkru edhe me i bë publike. Kjo është fatkeqësi jo vetëm kësaj radhe, por edhe vendimi i vitit 2014 përveç pikës ku propozimi për kryetarin e kuvendit i takon subjektit më të madh politik, edhe atër ka pas kështu lora fjalësh, hapësira të ndryshme, njëjtë si ky vendimi i fundit që lën shumë hapësirë për diskutim. Në pyetjen e zotit që i kemi shtruar ekspertit të gjykatës kushtetuese, ata kanë thënë që zakonisht vendimet e tilla nuk janë
strikte të sakta, sepse imponojnë vullnetin, ne lëmë hapësirë interpretimin në mënyrë që të gjindet bashkëpunimi, por unë e konsideroj që situatat e tilla kërkojnë përgjigje strikte të cilat imponojnë pak a shumë vullnetin, se ne kemi parë që nëse lëmë në vullnet të lirë të deputetve, ata nuk janë duke votuar. Edhe kjo afati prej 30 ditësh, unë e konsideroj që prapë do të kalohet nëse nuk ka me pas vullnet politik edhe pjekuri politike prej deputetve, e sidomos prej disa prej deputetve që ndoshta tashmë janë për disa herë deputet në Kuvendin e Kosovës, se që do duhet kishin një reflektim karshi situatës. Unë e kam parë ditëve të fundit një reagim të ish deputetit PDK-s, Zoti Xhavit Haliti, i cili tha sikur të isha deputet nuk i kisha pas problem, tash bllokoja situatën dhe të votoja për zonin Haxhiu. Ndoshta ky brez është ka njëri nevojshëm për faktin që mrinmi të kalu i natet, mrinmi të kalu këto atërmbetjet momentale dhe mendon për të mirën e vendit në kuptimin afat gjatë. Okej. Tani në Fatime, në interpretimet juridike dhe interpretimet politike të para, filloj se nuk e di nëse do ndryshojnë këto, si do i lexojnë edhe nga një herë, kam përshtypje deputetët ose antarët, po i bie kështu. Nëse mund ta zbërthejmë, edhe nëse mund të futem më në thellësi, i bie o të ketë ndryshim kandidati nga lëvizja vendosje, o të shkohet në zgjedhje pas 30 ditëve. Cili duket ty opcion më real në këtë moment? Unë e konsideroj që partitë politike duhet të reflektojnë këto opozitës të cilat nuk po votojnë për faktin se edhe nëse shkojmë në zgjedhje, ka shumë mundësi që situata të ri përsëritet edhe dalim me këtë numër votash. Pastaj, a do shkojmë edhe një herë në zgjedhje, ku është logjika këtë zvarritje totalisht të panevojshme. Kur u pyetëm më herët edhe rreth dilemës se kush e propozoi këtë komisionin, pse të formohet ky komisioni, unë konsideroj që është propozuar për kryesuesit të seancës, i cili nuk mund të thotë po kalojmë në votim të fshehtë edhe kush po voton pro ose kundër, sepse vendimi i gjykatës